Aktualisht në gjykatën e apelit Tiranë po zhvillohet seanca gjyqësore në ngarkim të Walter Mollaj, Edlir Mollaj, Bledi Angjo dhe Tina Pajollari të akuzuar për vrasje me paramendim të shtetasit Martin Çeço me datën 12 qershor të vitit 2022. Një seancë e cila po zhvillohet e tensionuar. Vetëm para pak minutash ka dalë nga seanca motra e Martin Çeços, dalje e cila është kërkuar nga trupa gjykuese për shkak se ka qenë dëshmitar në proces edhe nuk duhet ishte e pranishëm. Ky vendim i gjykatës e ka irrituar Klarita Çeçon, e cila është shprehur me tone të ashpra kundra Tina Pajollarit dhe 3 pandehurve të tjerë dhe ka dalë e zhgënjur nga ky vendim i gjykatës. Aktualisht brenda gjykatës, përveç pandehurve dhe avokatëve mbrojtës, është dhe babai i Martin Çeços, Nevzat Çeço, i cili është thirrur në cilësinë e trashëgimtarit. Ndërsa në ambientet e jashtme të gjykatës, siç e shikoni, janë edhe familjarët e të pandehurve të Walter Mollaj, Edlir Mollaj, të cilët kanë ardhur për të ndjekur procesin e gjykues. Një seancë e cila pritet të zgjasë dhe në përfundim të saj të marrim dhe prononcimet e palëve të përfshira. Kemi kërkuar si emision Unico të marrim pjesë në këtë seancë dhe të regjistrojmë pamjet filmike të brendshme duke u bazuar tek udhëzuesi standard i medias dhe gjykatës, Neni 14, kërkesë e cila është refuzuar me argumentimin se duke qenë se kemi dhënë prova e fakte prokurorisë gjatë procesit hetimor dhe gjyqësor dhe kam qenë dëshmitar në proces, është refuzuar kërkesa me argumentimin se mund të influencoj në proces dhe mund të marrë informaciona apo mund të japë informaciona të cilat janë me vlerë gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore për këtë akuzë që është bërë. Le të presim se si do shkojë situata dhe të marrim më shumë informacion. Se në pëzat, se shko të gjyqit? Shko të diskutua? Mund tjetë shumë. Për vrasje? Po, folën? Forme, pasarvan, orman... Përse u atërua? Për jashtë, unë jam të pisha për avokatë, Përse? Ata që të gjithë të gjinishtë. Të gjinishtë. Qa thamë? Cili është pretendimi juaj? Jo s'pa tapë dhe që ka e time tjera, janë dhejt, po këtej, Tina Pajollari do vinte nga opari, do vinte në kolanet, ka s'ka kuptim, se shë botë, se shko. Po? Ju kërkoni dënimin e tyre? Dënimin e këtyre, po unë e pra të Bledi Angjon edhe Tina Pajollari ata nuk kanë faj. Përse s'kan faj si pas Po ju? s'kan faj që ata i marrë me dhunë. I pat nga afër edhe Bledi Angjon edhe Tina Pajollarin aty? Po ti ishna Aty, po. Me i kra, policia. Tu kujtua Bledi Angjo, e kishe parë ndonjëherë më përpara? Më ka parë në gjyq. Jo, them, ndonjëherë e ka takuar Martini kur ka qenë gjallë? Me që më ke thënë që e ka punuar... Po i di, unë pa to janë gënjeshtra. Se i bëri të mamë si punë, si i thonë aty, që janë pa shkollan dhe këte dhe njërë të më shuë, njërë të më shuë. Edhe Tina Pajollari si pas jush nuk ka përgjithësi? Nuk ka përgjithësi të dy ata u marë me dhunë. Nga kush u morët? Me dhunë nga... Ja roba e mirë qaj ka. Walter Mollaj dhe Walter Mollaj e Edlir Mollaj. Po? U marë me dhunë. Tina Pajollari e goditi. Tina Pajollari do ta mërte djalën tim. Po mirë, çështja është ju sot çfarë i thatë gjykatës? Po ja këtë i thash gjykatës unë. Për Tina Pajollarin edhe Bledi Angjon nuk kanë faj. Ata u marë me zorë. Po. Edhe vërtet me zorë u marë. Të pyeti Që unë i gjykata. thash, nuk e kam as motrë këta, thash unë, e as vlla Bledi Angjon. Po. Gjunati që të merret për vetë time dhe këta mos dënojnë fare. Kë kërkon që do dënohen? Kë sipas kush Walter sipas Mollaj edhe Edlir atë çfarë kemi të Edlir Mollaj. Edlir Mollaj. Po. Ata thash unë të dënohen pa shumë do të marrë thash unë, se s'bën. I the- E do marr për zotin, jo se e them kështu.
Të marrë intervistën. Pesaj me gjithëzejmë të ta marrë se s'ben. Se miku djali dhe në pa një. Zoti Nevzat, sot, kur janë bërë 3 vjet nga ngjarja, se janë me 12 qershor, pak ditë më parë u bën 3 vite nga ngjarja. Për ju, është e zbardhur kjo ngjarje? Janë këta autorët apo ka nevojë për hetime të tjera për dokumentim? Ka edhe hetime të tjera. Ka nevojë. Sidomos ata gjysmallat femër një, edhe që foli 3-4 orë që ishin këtu. Që s'janë hetuar sipas jush. S'janë hetuar. Edhe Elma si Tersekës. Po. Që kështë marrë një celularin në ai që jetonte në Blac. Pra atë po thoni. Edhe jo. E shoku i tia. Po si e ka emrin? Arrini do ta identifikoni? Edhe nipi ati Erzatit. Nipi Erzat Dokollit. Edhe i që ka kërcënuar. Për mua, ai ndërta ka kërcënuar. Atë natë, ju pyeti gjykata atë natë, në çfarë ore ka ndodhur ngjarja, kur është larguar Martini? Në çfarë ore është sipas? 8 qerek. 8 qerek. Jo 11, sepse gjithë hetimet e kisha mendjen pastaj. Po. Në 8 qerek, në të ngrysur, pra i qëndrojmë këtij versioni. Misa tëra më, si ka ndodhur, si qysh teke, si kush të kërcënoje, kush të bëri, tëra më radhë. Kanë dalë. Ato. Ju keni gjetur pak muaj më përpara, keni gjetur lekët, një sasi të lekëve të humbura. Po, në një kanaçe, në shtëpi, të cilat i kishte. Se unë kam të divanit. Të divanit. Mos e si më shkrepim darkë, mora një drutë, nuk ngrishe divani kështu. E kisha parë pak kështu edhe isha lënë. Në kësa i vura vendim. Ngrita një me i dru kështu edhe shikua miku, shikua një qofë të kaqë. Një po mëra të fikë pasaj edhe. Nga shuma totale, sa mund të ketë kërsyër djale? Në më thonë... Po jam marrë të era, vore se kem jale leka. Jo, them janë gjetë lekët. 1 milion e 700.000, kështë mbidhjet me lonë. Në një kanaçe, e keni kanaçen sot që t'ja jep një gjykatës? Jo. Ja dhash vetaut ata. Ja ke dhënë? Grazejt ja dhash. E ka vlla jota të kanaçen që e ke hapur? Ishin brenda. Ja mbusha me lajthi, i thash unë, ja këtë që u djali, thash unë, lekat. E ka Grazeli. Çelcat e motorit të Martinit, ka qenë një pikpyetje shumë e madhe në atë kohë që çelcat e motorit nuk janë, pasaportën, ku janë çelcat e motorit? Çelcat e motorit unë të thash, ishe në katin e tretë të bufejës. I ke gjetë tani? Këto. S'ka një vit bre, s'ka një vit që gjeta. Marë gotën, se për mbysë bërë qesat, pas gotës bërë një gotë tjatër. Kur nuk i dhe qesat e motorit, po pse nuk i... Po pse, edhe nuk delte në koqe, nuk bente. Po. Lezo këto karta tunë, ta e këshim cënua, ku dojtë dhe ishti ikshin, ka ndash për dru, ndash me malin të ta bëjmë ishin kajtë. Pasaj kuptovan që djari nuk vinë të asë për dru, asë në malin. Sa ko kishte që shkonte për dru dhe në malin? Po bende po që në 15 maj, gjesa ndodhi ngjarja. E mërzitur e ndë këtej tëra. Shikues të emisionit Uniko, jemi me avokatin e Walter Mollajt, zotin Nevzat Tarelli, për çfarë ishit sot? Se na thanë që kishte edhe tensione brenda seancës gjyqësore. Atëherë, sot gjykata e apelit e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë mori në shqyrtim këtë çështje penale e cila vjen mbi ankimin e 4 pandeorëve, të cilët kanë kërkuar në themel të ankimit prishjen e vendimit gjykatës shkallës parë për shkak të një procesi gjyqësor tërësisht pa rregull dhe ajo është më tej dhe është më thellë dhe procesi hetimor në vlerësimin tonë është pa rregull dhe në alternativë pastaj janë kërkuar kërkime të tjera që lidhen me riçeljet e hetimit gjyqësor dhe lejimin për të marrë dhe administruar provat që ne kemi kërkuar, por padrejtisht nuk na janë mundësuar të i administrojmë në gjykimin shkallë të parë. Ka qenë një proces i zgjatur sot, për shkak se dhe natyra e çështjes është e tillë, ka një debat të pafund, janë të shumta shkeljet procedurale si në hetim ashtu dhe në gjykim dhe janë të shumta argumentat që shkojnë në favor të këtij pretendimi. Është një seancë që ka zgjatur për gati 3 orë në gjykatën e apelit. Pse kishte tensione? Tensionet burojnë për shkak të pranisë edhe të familjarëve, të cilët duhet të mirë kuptojmë kanë një ngarkesë emocionale, kanë dhimbje dhe të keq orientimit të tyre, pra atyre nga institucionet shtetërore, polici, prokurori, gjykat, ju është krijuar bindja që këta janë autorë. Në fakt, provat konfirmojnë të kundërtën. Dhe ata për shkak të dhimbjes nuk arrin dot të kuptojnë procesin dhe duket sikur ne që jemi duke bërë punë, aty jemi duke mbrojtur një të pavërtet. Në fakt është krejt e kundërta.
Ankimi tonë qëndron në dy aspekte thelbësore. Një, a jemi në kushtet e një procesi hetimor dhe gjyqësor të rregullt, dhe në vlerësimin tim dhe në qasjen që unë kam pasur si mbrojtje e të pandeurve, kam konstatuar shumë element procesit gjyqësor dhe hetimor të parregullt, që lidhen sa nga njëra anë me mënyrën e marrjes së provave, pra është cënuar rregulli procedurial dhe parimet bazë të prezumimit pa fajësisë në hetimin, përkundër dhe shtetur me prezumimin e fajësisë dhe më pas janë fokusuar gjithë mënyra e marrjes provave që është shumë e dyshim. Në këtë pjesë që ka e bën në vetvete, një mënyrë marrjet provave të paligjshme. Kë kontestoni ju? Dhe gjithë procesi në thelb, se ju keni investiguar në këtë proces dhe e njihni, në thelb procesi mbahet mbi ca deklarime që janë marrë të pandeurve Martina Pajollari dhe Bledi Angjo, të cilat janë akte absolutisht papërdorshme në mënyrën se si janë marrë. Pse? Po të janë një argument shumë të thjeshtë. Konkretisht. Atëherë, Martina Pajollari zbat në cilësinë e deklarueses fillimisht. Dhe pretendon që është mbajtur në motele, është shoqëruar ditën dhe natën dhe i është sugjeruar, këtë pretendon në gjykat, i është sugjeruar nga grupi hetimor që duhet të fajsojë domosdoshmërisht këta. Ka veprime hetimore, për shembull, çuarja mbas gjetjes së viktimës është bërë një akt ku Martina Pajollari pretendohet që i ka çuar në vendin e ngjarjes. Në fakt, kjo është 2-3 muaj më mbrapa, dhe këtu është ironi e fatit. Nuk e ka çuar Martina, i ka çuar grupi hetimor Martinën në vendin e ngjarjes. Dhe ta servirësh sikur Martina i ka çuar në vendin e ngjarjes, kjo është e papranueshme, sepse nuk i ka çuar Martina te viktima. Viktimën e ka gjetë policia. Pra ky veprim s'kishte kuptim të bëhesh në mënyrën si është bërë. Ose ajo pjesë që dhe kemi diskutuar dhe herë të tjera në publik, është fakti që ka 2 pretendime mbi mënyrën e ardhjes. Një pretendim fillestar që thuhet nga Martina, mbështetet dhe nga Bledi Angjo, që udhëtimi ka qenë nga Lekasi në Voskop, Voskopoj, Korç, Maligj dhe mandej në Kolanec. Ndërkohë që kur është verifikuar kjo, ka dalë nga kamera që s'ka udhëtuar ky mjet fare. Pasi ra kjo pjesë, atëherë është marrë pretendimi i dytë. E sill në vëmendje të opinionit publik, pretendimi i dytë, që është identik i të dyve, që zhvendosin rrugën nga Denasi dhe nga Mariani në Denas, dalin Moglic dhe në Lozhan dhe mandeja në Maligj. Ky pretendimi i dytë çuditërisht merret, ndërkohë që Martina ishte ende e lirë dhe mbahej si deklaruese, pra ishte në qasjen dhe në monitorimin të organit të procedurës. Por e lirë. E lirë, ndërkohë Bledi Angjo ishte në Peqin. Atëherë, nëse 2 veta në një moment caktuar u rakorduan për të thënë një të pavërtet ose një të vërtet, si mund të rakordohen 2 të ndryshme që s'kanë pikë takimi mbi një version të ri të ndryshuar? Ka një pikë pyetje shumë të madhe. Dhe kush është autoriteti që mund t'i rakordojë? Natyrisht ai që po mbledh provat. Po mirë, kur ndryshu ky version, grupi hetimor thotë që nuk arritëm dot të marrim kamerat e sigurisë të këtij versioni. Të dytë. Unë them si u dha i dyti nga të dy në të njëjtën mënyrë, kur të dy kishin dhënë një version tjetër. Pra, si u përputhën pra. Zoti Tarilli, ne kemi konstatuar dhe besoj e keni konstatuar ju në përfundim të gjykimit, paktën ne si gazetar konstatuam që Bledi Angjo, megjithëse kishte në formular në deklarim proces verbal thoshte se jam me 0 klasë, kishte firmosur dhe kishte një kaligrafi shumë të Kjo është sqaruar sot në gjykat shumë mirë. Si u sqarua? Ja ta them. Ky pretendim është një pretendim shumë i fortë që unë kam ngritur. Sepse Bledi Angjo fillimisht është pyetur si deklarues. Dhe ka firmosur me emër dhe mbiemër, ndërkohë që ai s'dia shkrim as këndim dhe ai s'di të artikulohet, sepse është i diagnostikuar me parapamëndetje të lehtë mendore dhe me arsim 0. Sot është pyetur në gjykat, nuk dinte të thoshte as emrin e babait, as vendlindjen, as moshën, as një gjë fare dhe mohonte gjithçka në këtë duke thënë që unë s'kam firmosur kur asnjë gjë. Atëherë, çështja shtrohet sepse këto akte që kanë nënshkrimet e tij kush i ka nënshkruar. Keni bërë kallëzim ju për ta nxjerrë apo si shkon kjo çështje? Kjo se nëse është mashtrim dhe nëse dikush tjetër ka firmosur në emër të Bledi Angjo, është vepër penale apo jo? Jo, herën e parë ka një emër në procedurën verbalin e parë që përkon me datën 17 qershor të 2022-shit në orën 16:30 minuta, është një procedurë verbal i nënshkruar vetë nga Bledi me emër dhe mbiemër. Më pas, po atë ditë në orën 20:20 minuta, mos gaboj, është një procedurë verbal tjetër që është në praninë të avokatit. Pra, problemi është te para që aty ai nuk di të nënshkruaj kush e ka nënshkruar, sepse në gjitha aktet dhe në atë procedurë verbal thuhet që është me arsim 0.
Atëherë kush e ka nënshkruar këtë? Kanë 2 proces verbale. Janë 2 proces verbale të Ja, tilla. ky është i treti ky që ju thoni. Dhe marrja në dorëzim nga oficeri ka firmosur pa praninë e Pa praninë, avokatit po. Bledi Angjo, me emër me një kaligrafi. Eksakt, që si përko... Ai thotë që unë nuk di shkrim e këndim. Tani, a e ka shkruar, a se ka shkruar, ai pohon në sahanë Ju gjyqësore. çfarë kërkoni sot nga Pra, unë them gjykata që për këtë pikë? Janë akte absolutisht pavlefshme dhe të papërdorshme për formën, por ato edhe në thelb janë të papërdorshme. Pse? Sepse janë të thëna që duhet të ishte ndërprerja i proces verbal, janë të dhëna me vetë deklarim dhe në bazën e 37 me vetë përgjegjësi. Ato duhet ndërprerjen dhe nuk përdoren në gjykim thot ligji. Pra ti s'duhet i përdorësh, edhe sikur ti ketë nënshkruar ai. Ti proces verbali para ato e ndërpresin dhe e firmon po. Bledi Angjo. Po, Shkruan emrin te e tij dhe proces firmon. verbali dytë e kanë marrë me avokat. Po. Dhe përsëri aty ka një nënshkrim, që ky Po. thotë unë s'kam nënshkruar kur këtë pohon në gjykata i sot. Është marrë në pyetje në mënyrë specifike sot nga gjykata. Gjykata është treguar shumë e kujdesshme për të krijuar bindjen dhe perceptimin mbi të gjithë pretendimet që ne ngrinim. Pra kemi të bëjmë një person me prapambetje. A është i tillë? A mundet ky person, sepse pyetja që unë shtroja është, a mundet ky person të artikulojë këto që janë shkruar në proces verbal? Po mirë, akt ekspertimi thash me prapambetje, po është i përgjegjshëm. Po përgjegjshmëria është tjetër gjë. Përgjegjshmëria ti je subjekt, pra ti mund të bësh një vrasje je i përgjegjshëm, s'di të artikulohesh. Çështja është te vlefshmëria e këtij akti, te artikulimi, përmbajtja. Pra, nëse ne aty janë përdorur terma dhe fjali të qarta që ati i thua lexoje dhe thuaje përsëri, ja thua dhe ai s'është gjendë të thotë. Versioni që ndroi për herë të parë dhe motra e Bledi Angjos dhe motra edhe punati i Bledi Angjos dhe thanë s'di të shkruaj të këndoj, ai nuk di këto. Nuk di, këto janë pohuar qarta, këto janë provuar ata shmend. Një pyetje pa u zbardhë vendimi kur kemi fol bashkë është që kush ishte personi që e kishte influencuar Bledi Angjon në gjykimin që ndryshonte deklarim. Del paktën sipas vendimit gjykatës që është avokati i tij Loriku Zeqi, i cili ka shkuar në burg e ka takuar. Ti je informuar, unë e kam ngritur në mënyrë të qartë. Ktu ka ceduar kjo pjesë. Avokati ka qenë në disrakordancë me interesin e klientit vet. Pra, unë kam insistuar dhe në procesin shkallë të parë që duhet të hiqesh, të largohesh ai avokat, për aq kohë sa klienti mohonte ato që ai kishte thënë dhe kishte nënshkruar avokati. Pra mbrojtja këtu nuk është më efektive. Nuk mund të jetë më e dura dhe gjykata sepse ato kanë pretenduar që ky nuk ka bërë krimin e vet, e kanë detyruar, po Jo, ai thotë që unë s'kam qenë fare në vendin e ngjarjes dhe unë s'di asgjë për këtë pjesë. Tani sipas versionit të avokatit po them. Jo, sipas versionit të pandeurit them unë. Avokati thotë që ka qenë por nuk ka marrë pjesë. Po, dhe duhet shpallur për mos kallëzim krimi. Po. Pse? Sepse ai pretendimi i avokatit unë në unison me linjën që kanë ndjekur grupi jetimor. Pse? Nëse shikoni me kujdes relacionin përfundimtar, grupi jetimor sugjeron që Bledi Angjo të shkojë për moskallëzim krimi. Pra duket qartazi që ka një ti na thuaj këta dhe ne po të mbajmë moskallëzimin e krimit, gjë që nuk e mbajtë ndot. Fal, këtë ta tha dhe punati Bledi Angjos në intervistën që ka dhënë për mua, tha, ne na është premtuar nga oficerët që Bledi Angjo nuk do akuzohet për vrasje. Unë këtë e kam nënkuptuar përpara se ta thot ai. Dhe e kam artikuluar në sallën e gjyqit në shkallë me emra. Po, shikoj, ai mund të di dhe është mirë. Pra punati mbron interesat dhe ai s'kishte deri më sot dhe ai foli me emra se kush i kishte. Ajo që mua më intereson në fokus të çështjes, që pra sa lidhet me të pandeurit e mi, është fakti që a ka një ndershmëri në marrjen e këtyre deklarimeve të Bledi Angjos dhe të Martina Pajollarit nga grupi jetimor, pra është bërë një hetim i ndershëm, një hetim rigoroz, apo ka sugjerime të këtij nën teksti kundrejt një kompromisi, sepse nëse një njeri shantazhon në këtë pjesë dhe i thua dëgjoj, unë mund të akuzoj dhe ty për vrasje. Mirë ti mbaj këtë pozicion dhe unë të çoj në moskallëzim krimi, ai priret sepse ki parasysh njëri me nivel 0, arsimi 0. Ai priret që të bëj këtë pjesë. Kjo nuk është drejtësi, ky nuk është hetim. Ky hetim mund të jetë për statistika, por jo një hetim real që t'i shkojë të vërtetës. Ditët e fundit, 2-3 ditët e fundit, kanë qenë shumë të ngarkuara të Martinit? Shumë i ngarkuar. Po çfarë trefente, çfarë tregonte? Po ç'kemi babi me mua, çfarë kemi me mua se po babi. Atë natë rreth orës 8 i çerëksën, 8-6 minuta të paktën siç ka dalë është telefonata e fundit zotin Evzat. Ka hikur me shapka? Me shapka. Ju më keni thënë në një intervistë, në një nga intervistat që kemi vajtë rezervuar, jeni fut dhe vetë në ujë në një nga pjesët. Pyetja tjetër është edhe që është bërë edhe nga opinioni publik. Përse nuk denoncoi babai i Martinit brenda atyre 3 ditëve? Bëjnë ata kërkonja, se shira fal në tretu shumë. Ai na të sheu djali po për 2 ditë të kthejta nga Afrika sheu.
Po kërkoj, edhe unë e kërkoj, unë shketi fshat më fshat, shtëpi të prishura. Por dyshimet e forta I kishit tek rezervuari. Të rezervuari. Sepse ai ju Për kishte pa atje vajta. Të mbyten, thoshe babi, 2 herë. Po pse, edhe kam bërë një herë pyetje, pse autorët kanë zgjedhur njëjtën mënyrë që Po ja nga Martini, kjo, e parat Martini jam ka marrën, thënë. e parat jam marrën, edhe e kërcënonin për të vranë. Kjo që ta të shkon mbi 10 e ta me lo. Mbi 10 milion. Mbi 10 milion. Tani në 3 vjetorin e vdekjes Martinit, ishit në Varreza? Po më dhe të jo los në mend. Nuk e vajt, Los në mend. S'ke vajt asnjëherë? E ke ngarkesë emocionale? Los në mesëm dhe gjumi pasaj. Nuk e vajt asnjëherë. Te bashortja keni vajt? Vinja. Ë? Vinja. Po te Martini kur do gjesh mundësinë që të shkosh te Varri? Të më dhura ngusht për zotin, më më vri sa të vete. Më fiksohet kështu edhe as gjumi së më dhe as pi. Dhe zi të fëmijë kështu të. Po të në dhe fëmijë më gurë. Si do të largoj. Se po ta mbaj mendin atë jam beson në taku se laj kokën me ujë për filloj I thej se më bërë kështu koka. E la kokën me ujë për filloj fej taku. Këto kohë keni jetuar vetëm, kush kujdeset për ju? Hiç vet, ja, peçupa, habe taku. Çfarë ka mundë? Pse e nxori gjykata çupën nga? Apo është dëshmitar? S'bën shamba dil jashtë. Trashëgimtari është. Se morën vesh ishte revoltuar. Është trashëgimtari babait. Po. Deshta godiste një çupën. Po, Tina Pajollarin për shkak. Ndërkohë ju thoni që Tina s'ka faj në këtë gjithë histori për shkak. Po, vesh me ata. Në ditër historinë. Çfarë kërkoni sot? Tina Pajollari deshta më të djalën të. Po Tina na rezulton se s'ka fol pra, si ka folur? Sepse ne nëse I kujtojmë po opinionin publik ka fol, ti ke shku tek byrektori apo jo? Te byrektoria ishte vajza me emrin Bora. Po. Të cilën Rezardo Kolli ja kishte thënë Martinit që është Tina Pajollari, është kështu? Taku. Po. Kupton. Po kjo nuk besonte se ta merrte djalit tim. Se djalit tim rreth pa ishte I pamshëm, fal për shprehjen. Ja tha djalit, unë përdoj që jam 13 vjeç, tha. E pranon kështu, tha ti, tha. I tha kjo? I tha kjo. Ja tha se ngjyq unë. Ha. Se tha kështu kjo. Tha jo, tha. Nuk e një djalën, tha unë, tha. Pasaj ku I thash unë Tina Pajollari, pa Nevzat, tha kjo prekore, po ti që thua tash I tha. Ti the thash unë Tina Pajollari që e përdhënonte. Dakor tash unë. Me të jam dakor që thash drejt tash unë. Po ky zotëria I thash plera, më falë të më gjelë jashtë, më falë tash unë. Ky zotëria tash unë e kam përdhënuar që në 13 vjeç, I tha djalit tash. E ke dëgjuar ti apo ke lexuar kartat? Ke lexuar kartat? E mori me zor Tina Pajollari tash unë. Tina Pajollari nuk vinte kolanes të rrisë djalën tim tash. Ke lexuar kartat apo e ke dëgjuar vetë zotin Nevzat? Prandaj. Jo këtë e kam dëgjuar vetë. Këtë që më ka përdhënuar. Këtë që lali tha, këtë e kam dëgjuar vetë nga dhomë më tanë. Po djoja në korridor. Po. Që më ka përdhënuar? Lali ta kam falur, tha. Ke bërë, tha. Po, fjalën përdhunim se ke dëgjuar, e ke lexuar ke kartat. Ta themi të vërtetën. E të kam dëgjuar me tha djali. Si tha? E dëgjova vetë taku, ja, mos vete gjallë. Zotin Nevzat, sepse këtë versionin e përdhunimit ju e keni thënë për herë të parë mbas një viti gjysmë. Ka përdhunuar zotëria mua, tha. Unë të pranoj, tha Lal, ka tha. I tha Martini që të pranoj. Ke bërë, unë pranoj, tha. Po, I lan takimat natë ata, po s'dinin asgjë. Lan takim se ku? Se ishte në të ngrysur. Po lan takim, po këtë Pikasi pasaj, këtë plera. Këtë Pikasi bën të punë pasaj. Të bëj një pyetje tjetër në karta, se ju keni lexuar dhe vendimin e gjykatës edhe letrat e tjera. Po, jo u kanë sjell? Po ta unë I kam nga djali ore, si kam nga gjykata të. Jo, po themi gjë, ke kartat tregohet që Tina Pajollari kishte marrëdhënie seksuale, kishte marrëdhënie intime me 2 persona të tjerë të një fshati ngjitur, me Marianin, fshat ngjitur. Me njërin prej tyre ka patur marrëdhënie seksuale atë pasdite, me njërin prej këtyre. Kishte. Po, prit. Ja tha djalit. Prit. Po atë natë pretendohet, sipas prokurorisë dhe gjykatës, që Valter Mollaj është bërë xheloz për Martinin që se kishte takuar asnjëherë. Tani pyetja ime është dhe e opinionit publik, përse Valter Mollaj nuk u bë xheloz për ato të dy që I kishte në fshatin ngjitur? Me njërin prej tyre kishte shkuar atë natë, kishte patur marrëdhënie seksuale. Dhe përse u bë xheloz për Martin Çeçën, të cilin se kishte takuar asnjëherë? Si e shpjegon ti këtë? U bë xheloz ata kanë qenë të fortë, kanë qenë me vëllëza ndaj këtij. Kurse ky I mori dhënat për mua,
Që më thasë natë mua, më falë për shpejë, gjatë qka ti baj bëtë këmulluar, hajder ma ke. Se ditje s'kisha asë një vlanë në shatë, unë edhe më këte e vradi. Ata kështë vëdhejt në kanë qenë edhe ka shqenë më ndërë të je. Je i bindur, është arritur të provohet, edhe ne, bashkë me vajzën tënde, Klaridën, por dhe prokuroria që atë natë, fill pas telefonatës me Tina Plepin e sheqerasit, 49 minuta, është bërë telefonat me njipin e Rezar Dokolli. Ardito Shafi, apo jo? Ardito Shafi, nga telefoni i Jurgen me Kollit, që jetojnë 3 të miturit e Blacës, ishin atë kohë, se sot janë madhor, është pranuar nga Jurgen Mekolli që ka folur me telefonin e tij, ja ka kërkuar, e ke dhe në letra, e kemi dhe në telefonatën që kemi publikuar, që telefonin e tij ja ka kërkuar t'i bënte thirrje Martin Çeçës dhe ka dalë dhe në akt ekspertime që t'i bënte njipje Rezar Dokolli. Është folur sipas asaj që kemi provuar ne po dhe prokuroria, është folur në telefon me Martinin atë natë 6 minuta e gjysmë. Dhe personi i cili pretendohet që ka folur, 2 personat, Qa i kanë thënë ata? është Malbor dhe Ardit dhe i thonë, do martohemi bashk, do vish tek Panda të pim do një gjë, hajde dalim, dhe më pas pretendohet që e kanë kërcënuar djalin tënë. 8-6 minuta, me telefon kjo. 8-6 minuta. Po. Po si ta që këta kërcënuan, dë partë kërcënuan edhe rravë. Tani, kjo tjetra kur ka ndodhur telefonata tjetër. 8 qerek. Nëse ka ndodhur 8 qerek zotin Nevzat, atëherë ku ka vajtur telefoni, sepse Martini me tabulate telefonike, me shkresa nuk del që me telefon të ketë fol më. Telefoni djalit. Po me numri i telefonit, siç e morëm ne së bashku. E morëm bashkë numrin e telefonit që t'ia themi opinionit publik. Prokuroria rezultoi që me telefon drejt për drejt kishte fol vetëm e kishte marrë një thirrje hyrëse nga Jurgen dhe kanë fol 3 persona. Nipi Rezar Dokolli që jeton në Blac Ardito. Në ato minuta. Po në ato minuta, në 8-6 minuta, po e kemi letra. Malbor Pe dhe Jurgen me ndonë që kanë fol 2 të tjerë. Ndërkohë, me Facebook, me numrin që hapëm, na rezulton një telefonat 49 minuta. E bërë me Tina Plepin, e cila nga sheqerasi në atë moment ka qenë në Greqi. Pyetja është si ka mundësi, autorët i kanë marrë numrin, i kanë shirë Facebookun, se nga Facebooku që ne hapëm me Klaridën, vajzën tënde nuk na doli. Tani, a do ishte e përshtatshme që mos t'ju vënoj, që të hapesh e Facebooku, të hetohesh më shumë, kush mund t'jenë persona të tjerë të cilët mund t'jenë përfshirë, flas personat të fshatit që mund të kenë ndjenjë, personat të tjerë të cilët ju është dhënë lek. Po si janë dhënë të dhënat. Se ata më tha njëri mos ka 2 javë. Martini tha nuk vinte vetëm kufi me Dajmanes ta. Të të shoqërohemi në një. Ku ta më nda ty më tha mua, në filan, jo më tha mua. Zotin Nevzat, në fillim fare më keni thënë që s'ka rrugë nga ana tjetër, nga rezervuari. Po. Njëra të herë. Ka rrugë. Rreth një 300 metrë asfaltizia ndërsa. Aurela Kolvani. Po. Banoj në Tiranë. Je? Motra? Ja motra e Bledar Angjos. Po. Motra e madhe e Bledar Angjos. Vllai im nuk ka marrë pjesë në këtë krim, edhe ka shkuar për punë, ka punuar vetëm 1 muaj, edhe nuk ka asnjë lloj gjëje ai në këtë gjë që ka ndodhur. Po ato nuk e di tani se si kanë rrjedhur ngjarjet. E keni ndjekur ju procesin hetimor, gjyqësor, se aty na del e thash që ka firmosur. Vllai im nuk di as shkrim as këndim, nuk ka bërë shkollë fare. Ato firmat t'i gjej kush ja ka hedhur vllait tim, edhe të merret të ndiqet penalisht ai person që ja ka bërë vllait tim këtë gjë, kushdo qoftë. Ka një kaligrafi shumë të mirë. Shkrimi. Po, vllai im nuk di të hedhë një vijë, po e bëri. Po s'bëri, ai nuk di as të shkruaj as të këndoj. Po të lexoj, di? Nuk di fare. Ati i kanë rënë në qafë kot. Tani kush ja ka bërë vllait ton atë gjë, të mbaj përgjegjësi ai që ja ka bërë, se ai nuk di as shkrim as këndim. Ju e keni vetë, mund ta merrni vetë, ta shikoni edhe firma apo jo, mos dëgjoni vetëm fjalët tona, po ju e shikoni vetë se çfarë personi është ai. Ku një njeri që është pa shkollë, si mund të hedhë firmën? Si mund të shkruaj aq bukur? Kush ja ka bërë, ai duhet të gjendet dhe të ndiqet penalisht. Ai person, jo vllai. Për ato njeri të merren masa. Palën mbrojtës, kush e u zgjodhi? Dini kush e ka zgjedhur avokatin mbrojtës? Palën e parë. Të parë. Të parën shteti. E di unë, me sa e di.
Mbrapa pastaj. Mbrapa pastaj e mbajtën. E mbajtën këta. E mbajtën. Këtë avokatin tjetër tani, pse e ndryshuat? E ndryshuam sepse ai po vlinte gjuma i pari, nuk po bënte gjë. Gjithmonë që bënin këto seancat, i thoja, e pyesja motrën dhe burrin e motrës, çfarë ndodhi? Çfarë të tha avokati? Asnjë gjë, asnjë gjë. Ai një gjë duhet ta bëj, ose është bashkëpunues me palën e gjyqtarëve atje, edhe të prokurorëve, është, ose ka diçka tjetër. Ai për atë njeri duhet të merret diçka, të bëhet diçka derisa ai nuk ka folur fare, edhe nuk ka bërë asnjë gjë për vllajin tonë. Thjesht ka ndenjur në heshtje. Pyetja fundit, Facebookut, vazhdoni të qëndroni i idesë së Facebookut? Absolutisht po, dhe është një çfarë konkretisht? Atëherë, ne përsërisim për çdo që ka harruar. Ne kemi kërkuar qartazi. Nëse janë 8 apo 9 adresa Facebooku me emrin Martina Pajollari. 12 thonë ato. 12 të thonë. Dhe nëse ka 1 apo 2 adresa viktima, këto duhet 4 ka viktimë. 14 të jenë, më kupton aq sa janë, të gjitha këto duhet i viren në dispozicion për të parë se me kjo ka komunikuar viktima para ngjarjes, ditën e ngjarjes dhe për të parë nëse Martina Pajollari realisht ka komunikuar me viktimën ose jo, sepse ka ajo që ju e dini dhe unë po e sjell në momentin tuaj për të disa tonë herë, që Martina Pajollari ka marrë një ftesë për në Messenger dhe nuk është përgjigjur këtija, pra e ka bllokuar. Ndërkohë që ai ka shkruar më pas, duke i servirur një lidhje serioze, ndërkohë që ajo nuk i ka lexuar. Dhe këto janë hapur nga grupi hetimor në moment që është shoqëruar Martina. Atëherë ti ngre një fabul që thua kjo është krim pasioni dhe është bërë për këtë pasioni kujt? Ne s'kemi lidhje midis Martinës dhe viktimës. Pra s'kemi lidhje midis Martinës dhe Valterit. Pra, atëherë si ndërtohet kjo fabul mbi një pistë inekzistente, që është qartazi. Pra, po të bëj oponencë, prokuroria thot grupi hetimor thot tek telefoni i Martinës është gjetur një foto e modifikuar ose e ruajtur e Martin Çeçës. Dhe çfarë do të thotë kjo? Disa ditë më përpara. Okej, le ta marrim të mirëqen këtë moment. Çfarë do të thotë kjo? Pra, në momentin që ai ka bërë ftesë për të lidhur, kjo mund të jetë bërë kurioztare dhe të ketë parë foton e tij dhe ta ketë ruajtur, të ketë bërë screenshot, fjala vjen në çfarë do të thotë kjo? Ka komunikim mes tyre? Komunikim nuk del. Për hir paktën ato që janë administruar. Pra, ne duhet të analizojmë provat. Është një lloj kërkoni tani që gjykata t'ia kërkojë kompanisë Meta? Pra, ne kemi kërkimi jon ka qenë, prandaj thash në fillim të fjalës time, në 2 aspekte. 1, gjykata duhet ta prish vendimarrjen për shkak të realizimit nga shkalla e parë të një procesi hetimor dhe gjyqësor të parregullt. Për shkak se ajo gjykatë nuk ka pranuar asnjë nga kërkesat tona që lidheshin me dhënien e drejtësisë, pra me mbrojtjen, duke cënuar haptazi procesin e rregullt gjyqësor. Kjo në fakt është detyruese për gjykatën ta verifikojë si kusht të parë, sepse nëse jemi pa një procesit pa rregullt, ai duhet prishur pa i hyrë themelit të çështjes. Dhe në kërkimin e dytë, sepse unë nuk mund paragjykoj vendimarrjen e gjykatës, gjykata mund ta tejkalojë po themi atë pjesë dhe të marrë përsipër ta zgjidh vetë çështjen. Nëse gjykata merr përsipër ta zgjidhë çështjen, unë i kam kërkuar në kërkim alternativ riçeljet e hetimit gjyqësor, duke marrë këto prova, cilat janë: 1, të dhëna nga kompania Mete për të gjitha këto adresat e Messengerit të 2 palëve, të 2 palëve ndërhyese. Tjetra, duhet bëhet një ekspertim mbi karakteristikat fizike dhe biokimike të 4 fijeve të flokut, se harrohet një detaj, i cili është mund të bëhet në laborator, të paktën për të dalë nëse janë flok njeriu, pra humane, apo i përkasin një kafshë. Laboratorit jashtë mund ta nxjerrin këtë. Kudo mund ta nxjerrin, edhe këtu mund ta nxjerrin. Sepse nuk duan ta marrin, pra nuk kanë dashur ta marrin. Po thanë nuk arrim dot ta nxjerrim, se po citoj vetëm aktet. Nëse ti më thua nuk arrin dot, së pari duhet i kesh bërë një kërkesë atij laboratorit dhe ta thotë laboratori që ne nuk e bëjmë. Kur ti si drejtohesh laboratorit dhe thua dëgjoj, unë nuk po e drejtoj se nuk e bëjnë këta, si mund ta marrun këtë pjesë? Pra ata s'janë drejtuar fare. Po nuk janë drejtuar laboratorit. Se në akte lexojmë që është e pamundur të Jo, laboratorit janë drejtuar me kërkesë për ADN. Duke qenë se fijet e flokut kanë qenë pa bulb, atëherë këtu ADN-ja nuk realizoheshe. Po unë nuk kam kërkuar këtë mbas ardhjes së këtij akti. Unë kam kërkuar tjetër gjë. Ju duhet ekspertoni nga karakteristikat fiziko-kimike të fijeve të flokut, të cilat do të përcaktoni së pari janë flok njeriu ose jo. Nëse janë flok njeriu, janë flok mashkulli apo femrat. Nëse janë flok mashkulli, mund të krahasohen me fijet e flokëve të këtyre, pasi ju po e them në mënyrë qesharake tashmë, të pandehurit janë gjithë tullac. Pra me tullacë dhe ka fije floku viktima në dorë, sepse këto fije floku që mbeten në këtë lloj mekanizmi, tregojnë përleshje të viktimës me autorin ose autorët. Pra, duhet bëheshe një krahasim i tillë përjashtues. Kemi këta ose si kemi këta? Pra, s'është bërë. Tjetra, duhet bëheshe një eksperiment hetimor, sepse Martina Pajollari thotë një diçka shumë të bukur. Në moment që kanë bërë verifikimin e rrugës së dytë, në këto nuk i kam çuar unë ose s'kam kaluar kur.
policia më ka çuar thot në atë rrugë dhe më të zbrisnin në mbasere nga makina dhe më thoshin do ta vesh gishin këtu dhe ne do të filmojmë. Po e tha sot në seancë. E ka thënë dhe në gjykim në shkallë parë këtë pjesë. Pra, ne kemi kërkuar një eksperiment hetimor. Pse? Për ne është e pakalueshme ajo rrugë me atë mjet. Ja kemi kërkuar gjykatës apelit. Absolutisht ja kemi kërkuar. Gjykata shkallës parë nuk ja u pranon. Është pjesa e ankimeve që ne kemi bërë. Po. Nga ana tjetër, kemi kërkuar të ripyeten të pandehurit. Në ç'kuptim? Në mënyrë që gjykata vetë, në një riçelje të mundshme të hetimit gjyqësor të krijojë bindjen, a janë këta të pandehur që mund të artikulojnë këto që rezultojnë të nënshkruar prej tyre atë që kemi pretenduar në raport me Bledi Angjën dhe me dhe njëkohësisht të merren të gjitha rezultatet e emisionit tuaj investigativ, të cilat një emision investigativ që ka bërë gjithat volum pune për cilën unë gjej rastin që përgëzoj në këtë rast, patjetër që është një provë. Ajo nuk është mbretëreshe e provave dhe unë nuk e them të tillë, është një provë filmike që sot ekziston. Ata duhet ta marrin dhe më pas ta vlerësojnë si të duan. Nuk kanë asnjë, ama duhet ta marrin, sepse ju keni hapur adresat e Facebookut dhe keni pranitë të motrës, do ta them. Në pranitë të motrës dhe keni konstatuar mungesë të komunikimit mes viktimës dhe të pandehurës Martina Pajollari. Atëherë, si nuk duhet marrë kjo provë? Tina Plepi aty, që ishte një por që s'kishte lidhje që ta pranojmë. Ndërkohë që kemi një Tina Plepi, e cila jo vetëm që doli, por na del dhe në komunikimet, ka komunikuar në ditën e ngjarjes në orën 19 deri rreth orës 20, ka komunikuar 47 apo 48 minuta me këtë. Dhe ajo pranon që ai ishte duke i kërkuar një lidhje. Pra viktima ishte duke i kërkuar një lidhje. Atëherë, të gjitha këto. Vetëm do ta sqaroj një gjë. Do po i kërkonte një lidhje sepse Martin Çeçu, paktën nga studimi se tani po bëhemi nga studimi Facebookut. Çdo njeriu që i shkruante mendonte edhe meshkuj, pa emrin Tina, mendonte se ishte Tina Pajollari. Eksakt. Dhe ai ka menduar, ka qenë një ngarkesë psikologjike, t'ia themi opinionit publik, sepse ai Facebook që unë i kam dorëzuar prokurorisë dhe policisë, mund të analizohet për të kuptuar kontekstin psikologjik të viktimës. Kjo ishte edhe sqarimi im për disa të njerë duke ndërhyrë sot në proces, sepse dhe babai i viktimës e pretendonte këtë që ka komunikuar dhe ai i bindur. Por që Tina Plepi s'ka lidhje. I bindur që po komunikon me Tinën, e cila ishte shitësja e byreqeve në Korçë, mos e harroni këtë pjesë, por që ishte prezantuar nga ata që i kishin marrë lek për mbledhëri. Rezar Dokolli ishte prezantuar, ishte vetëm person që na del në datë që ja ka prezantuar, se ka dalë ka Facebooku i viktimës që Rezar Dokolli është në foto, jo vetëm video. I ishte prezantuar si Martina Pajollari. Pra ky për Martina Pajollari, çdo që shikonte në Facebook me emrin Tina Pajollari, ai kujtonte se ajo Tina, ajo cilën ai kishte takuar Krasniqi nga Kosova. Ajo Tina sa meshkuj që s'kan fare emrin Tina, që i shkruan dhe i thot Tina u vëre imja. Eksakt. Pra ai i drejtohet me shprehje lali dhe shpirt, zemër. Ndërkohë që s'ka asnjë lidhje dhe asnjë komunikim, as drejt për drejt, as virtual me Tinën që kemi ne të pandehur. Pra, të gjitha këto, ti shpërfillësh të gjitha këto në proces dhe të japësh 83 vjet burg për katër njerëz duke shkatruar jo vetëm ato familje, por gjithë fshatin e shkatruan. Pse? U shkatrua gjithë fshati aty dhe gjithë fshati ka ikur, këtë më thon familjarët sot, sepse duke qenë se këta merreshin me biznesin e blegtorisë, s'ka më askush grumbulloi qumshin, askush grumbulloi produktet e tjera dhe kanë ikur. Zotin e Vzat, absolutisht po. Duhet të vuajnë dënimin, se këtë duhet ta themi. Jo, e kam thënë unë para jush në sallë gjyqi dhe e kam thënë po, kërkoj dënimin maksimal me kushin që këtyre ti provohet. Por jo dënime pa ju provuar. Ne nuk mund të shkojmë te dënimi pa ezauruar provueshmërinë në nivelin te çdo dyshimi të arsyeshëm. Sot si babai i Martinit, cili do ishte mesazhi që do i drejtoheshit gjykatës për ngjarjen ndaj djalit tënd? Se jemi në apel dhe ju keni marrë rrugën nga Korça, nga Kolaneci, keni ardhur në Tiranë sot për profesor. Se sa kemi prap. Cili është mesazhi juaj? Nuk mbaroj gjyqja. Gjyqja s'mbaroj. Ju kanë lënë një datë 24 qershor 2025 ora 12. Cili është mesazhi juaj? Mesazhi im Bledi Walter Molla edhe Edison Molla. Edlir Mollaj. Të dënohen jo siç e kanë gjykata e Korçës, po të dënohen më shumë, 35 vjet të dy. Kupton ti? Ndërkohë për këto dy tjerë thonë ta në pa faj. Ky i mori me dhunë më mirë. Me dhunë edhe Bledi Angjën e Tina Pajollari. Edhe një pyetje të fundit, nëse do i riktheheshe sot asaj ngjarje, sepse ti ke qenë personi që ke dhënë detaje të rëndësishme, çfarë do bëje më mirë për ta parandaluar këtë ngjarje?
çfarë mund të bëje ti që ta shpëtoje nga vdekja Martini? A ditë. Ha. A ditë për që djuar mua mos kishte ikur, unë do veproja si të veprova të më do sekë të një në këshilli. Po ke këshilli pse s'shkove? Po kështë ikur. Po mbrapa mbasi u ktheve. Po do po kërkoja djalën pra urit nga rezervuari. Po, shkove larg u ktheve. Çfarë kërkoja mbasaj? Ti di thash atë. Ko ke njoftuar nga vajza të parë? Atë djalën Klaridën. Klaridën. Po vajzën tjetër? Jo, vajta në Bilisht unë. Po. Dura makinë që në Kolanet. Të nesërmen. Më tha mua, jo ora që ditë. Po. Ka qenë mesnatë, po të nesërmen. E tha që do të bën shumë, tha mos sa bën o 3 95 tash në vam. Po. A di pse vajta unë? Se do beshin qeshito. E do vitën e Klarida këtu. Po. Tha në pritje mbabi të bën, atë që shpjesh tash unë. T'japin e shoqe tash po ta di tash unë. Çfarë t'i japi? O babi ti ka dhe të çfarë mush, ti ka dhe mush apo s'mash mushkat. Ora jo 3 ditë po rri një javë ti babka ti tash, çfarë ke ti tash unë? E na kjo shkova unë Bilisht. Dhe njoftove? Mora telefon çupën. Po. Thash unë se ti vetë ke telefon, po. Po. Ringët ke qenë babi, thash unë, merre një Klaridën telefon, thash unë që mos ka vajtur në Klarida. E merr Klaridën telefon, jo tha Martini s'ka erë, o bo, thash unë. Atëre lujtë me ment unë. Ai ke thënë njerëz prej vajzave nëse nuk vini patjetër ta kërkojmë, mund ta gjeni të mbytur në rezervuar? Jo, nuk thash ta. Si ke thënë? Që se me që kishte paralajmëruar vetë. Kjo me këshilli këtë natën, pastaj të vajta natën me çupa. Shikoj nga tunelet, janë ta tunelet në rezervuar. Që mos ka hyrë andej, tha. Po. Pastaj ra ditë dhe dytë. Po pasi të shkoj andej, unë i thash Klarida, hajde venda konte si apall. Nuk e gjeta djalën. Dhe nga gjashtë në vend kërkonja osfilita, kur ju po kisha bërë një letër në dera. Klarida, unë jam filan fshat, kërkoj djalën. Kreta kështu kisha bërë një letër. Babi tha kur thesh nga filan fshat, tha, të vish në polici. Vi unë asa buka s'bej, asu në fare. Zbresh po takoj Klaridën, Malit. E tha ç'bere, se gjeta do një qenë babi. Po. A me dhe në nësojnë polici, vam dhe në nësojnë polici. Mbas 3 ditësh. Mbas 3 ditë, pa shumë me këni lërë më tha, Po. me bitë se kiç me mu mos e gjeni, mos e bëni, dhe shumë. E në shpuri koshë. Me ke njëshe djali, thaj që vi krimeve, ti na pajlajtë unë edhe bora potka, tha shumë. Ande këta duke bërë deklarime me që me policinë, oja bëllë ti na pajlari, o par. Vajti qatë natë policia ja rësuarë. Qatë natë vajti. Po. Rezervuari ndjenjën tënde është kontrolluar ndonjëherë? Rezervuari kur e kanë nxjerr Martinin nga atje? Jo. S'është kontrolluar. Pa që t'jenë fut po lumbare, që mos është telefoni, mos ka mjete tjera me vlerë. Në atë kohë në thajnë për fshati, dhe djuam neve, që gati kështë shpën djallën trafikuar në Rësejka. Llafe. E vajta unë zidhja mushkën. Ndërkohë ju keni shku dhe këtë shtëpi e Rezardokollit, apo jo? A ditë të vinde policia në rezervuar. Kur vinë nga mushka unë të lidhja të unë grys, tha Klarida, babi tha Martini është në Rësejkë. He me mja dhe shiva këtu, bram, djallën, qupën, edhe opa, babi mbis nëndje, Rasht fikë, më tha që ta shumë, ja ku ta pysh Klarida. Po. Së zide gjumi, tha ne e di e zati për të marri policinë këtu marri këtë vend kër kanë trafikuar. Qarke, të ke qenë babi, të ngëshevon, të ke qenë babi, ngreu se u këdhim boj, kush e këdhim se shkëdhe akoma mos më madhë vëndi. Sot për shembull, kur kujtohesh, po ta kishe bërë denoncimin më shpejt, mund ta kishe gjetë gjallë Martinin? Jo, që vrash qatë natë, që më qatë natë. Zotin Nevzat, do jemi sërish të bashkë edhe me datën tjetër që ju ka caktuar gjykat. Dhe shpresojmë që të vendosë drejtësi për djalin tuaj, Martini, se u bën 3 vite dhe çështja vazhdon. Ne kërkojmë drejtësinë që në këtë vend të zbardhet kjo drejtësi edhe mos e vuajnë dënimin ata që nuk e meritojnë pa ata që e kanë bërë atë krim, edhe ata që futen ujrat të këtij llumi. Ke një eksperiencë gjatë në Korçë. Një perceptimi im është ka shumë ngjarje në Korçë që kanë të njëjtën dinamikë si kjo. Mos zbulim, mos vullnet për të hetuar. Pse ndodh në Korçë kjo gjë? Nëse do një opinion tim ka të bëjë me 2 elementë. Elementi i parë është që
ne si shoqëri prej vitesh vuajmë një lloj problemi. Ndodh një ngjarje, gjithë shteti viret në këmbë. Gjithë drejtuesit e institucioneve që lidhen me hetimin kërkojnë domosdoshmërisht zbulimin e autorit. Mos harroni, krimet e rënda duan kohë të gjatë për të zbuluar. Kërkojnë kohë të gjatë për të zbuluar, shpeshherë edhe shumë të gjatë, shpeshherë edhe vite. Dhe është e rëndësishme që zbulohet e vërteta. Jo është e rëndësishme që ne të gjejmë një autor. Pra ne evidentojmë një autor, shkak është bërë kjo indicie, po duash më gjatë të jap në mënyrë të padrejtën shoqëruar në polici të pandehurit e tjerë që ka qenë pjesë e diskutimeve në këtë rast, atëherë dhe i shkohet kësaj piste, sepse ne i mbajmë të arrestuar. Dhe pastaj kur kush nuk e gjen vullnetin që t'i lirojë sepse merr kosto shumë çështje në Korçë.